Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Duhet ta kishim sqaruar me kohë që lopa në sigël, lopa, asnjë lop nuk është lënduar gjatë bërjes së asaj sigle. Po, dhe që lopa nuk jam as unë, as një kolege imja në Top Albania Radio. Por është një koleg i radios i cili sa herë që kemi nevojë për kafshë të tipit lop dhe dhi, sepse këto dy kafshë ditë bëj, ai na ndihmon në mënyrë të vazhdueshme, domethënë dhe merr, si më thën, si kusur me vetëm ndonjë falënderim, një kapje faqe kështu si me stil. Coloretto Cukali, Blerina Shehu, ndërkohë kemi DJ Kedos, do të jemi bashkë deri në orën 8, siç do të hënë sot nuk është e hënë. Blerina, a ke dëgjuar ti atë që thuhet vërdall që AI do na zëvendësojë gjithëve? Po. Unë bile. Ti mendon, po mirë, po me gruan time kush do shkoj? AI do në kuptimin kush do të çojë jetën përpara. Kam dëgjuar që nuk do jetë më nevoja. As për gratë dhe burrat. Jo, nuk do ketë më kështu instikte të kafshërore. Do t'i pllakosim të gjitha. Unë u shqetësova për këtë zëvendësimin në punë, se dëgjova që nga kryeministri deri tek ne këtu në media. Kryeministri jo ky joni Ky joni ka kohë që është në Maldive. Mbase në Serbi. Jeton jetë të egër, thon, pa celular, zbathur, lakuriq, domethënë me gaforre, fle, ku di unë, por ka lënë një, si më thën, ka lënë një sozie dhe një AI, prandaj ja bëjmë punën në çorap këtu. Dhe thash të shohim se si do na zëvendësoj AI në këtu në radio dhe i thash ChatGPT-s. Nuk e di, po unë pak të marr 2-3 komunikime me ChatGPT, do nga njerëz që për çdo gjë pyesin ChatGPT-n dhe ta plasin ty. Në ditë. E thash, ç'do ndodhte nëse këtë emision do bënte ChatGPT, dhe i thash, mendo diçka për këtë filan emision? Në radio, sot nuk është e hënë. Dhe erdhi përgjigja. U mendova 7 sekonda. Jo, Tirana. Qëllojmë drujt e dajtit të bloku sonte nga 6 në 8. Unë jam Kolo. Kap qitin, sepse do t'ju fal hajdutët e ditës dhe do t'ju ndes për dark si që 2 euroshe me limon në shëngjim. Nuk kuptova asgjë. Dhe unë i thash, a mund të mendosh më shumë se 7 sekonda? Dhe u mendua për 6 sekonda dhe më ktheu një përgjigje tjetër shumë më të gjatë. Ej Tirana, ç'po ndodh në mes të këtij entuziazmi urban? Jemi live sonte nga 18:00, më pëlqen që nga 6:08 i bëri 18:00 për të shtuar volumin, deri në 20:00. Unë jam Kolo, ai që ju fal hallin e ditës si një byrek me djathtë në pazarin e ri. Pra shumë kopil, një pazarin e ri, një byrek me djathtë. Me gjithë në fakt. Po s'na njeh ne të dyve. Ne të dy. Blerina, do ta lexoj deri në fund çfarë tha, po nuk dua të hedh nga karrika aty. Jo, nuk ka. Ka folur vetëm si ty. Po, tani pyet. Do pyes, çfarë thot Blerina dhe mbasi mund ta lexojmë pak më vonë. Në çarjen e dytë. E ke vënë re që sot erdhi vera? E vure re? Nuk e pash, unë Klinsmanin takova rrugës, po verën jo. Sot do të thënë lajmi i ditës ka qenë erdhim në fund vera dhe pyetja që shtrohet menjëherë pas kësaj është kur do vi dimri. Ja të pyet ChatGPT. Çfarë vape? Kurse mua më pëlqeu një kolege që gazetari që e pyeta, i thash, ç'ndodh? Ishta po mendojnë gjithë për pushimet. Sa mirë. Po, na lodhën zgjedhjet. Tani bëmë, ajo që ndodhi. Le të ikim me pushime. Blerina, cila është playlista jote për sot? Do ta hapim një grup që e kam dëgjuar nga 100 herë. Do këtë këngën. Ka dalë para 3 ditësh. Ke arritur në 3 ditë ta dëgjosh 100 herë? Ndoshta edhe më shumë, po tani kush rriti numrin. Ke bërë një bot i vërtet. Sepse kjo vajza e këtij grupit Halestor më pëlqen shumë. Janë apo janë edhe ca suedez, këta kështu domethënë me ca syra, me ca flokra, me ca gjëra, Ngjitja e malit të Everestit ose në rastin konkret të malit të Dajtit, siç do thoshte ChatGPT. Ti dhe suedisht, ja? Kolo, nuk e di si ka qenë java jote nga e hëna shkuar deri më sot, po un kam parë që shqiptarët janë ankuar shumë, kështu në Facebook edhe Instagram edhe rrjetet sociale, kuptohet. Java ime ka qenë boj kafe. Boj kafe. Po. Përse ankohen këta njerëz? Ankohen për shembull se marrin gjoba kot. Domethënë e parkojnë makinën mirë, dalin hop. E shoh që makina ka lëvizur nga vendi. Jo, e bukur është që nuk ka as flet gjobe, as një lajmërim. Mbas shumë kohësh kur ti futesh te ato sistemet që tashmë kemi të shkarkuar në celular, dhe shkon të shofësh, por ta shoh një herë. Mirë. Gjeni gjoba. A mund t'i thuash shqiptarëve nga ana ime? Po, ma thuaj se i ta them unë. Ma rikujtoni pak mbas 4 vjetësh. Para zgjedhjeve, po. Pra fiks mbas 4 vjetësh, hajeni dhe ma thoni këtë bisedën, sepse do dëgjoj me shumë vëmendje. Ndërkohë, a mund t'i kthehemi temave të lehta, gazmore, si verore, meqense vera theti sapo ka ardhur? Kemi në një grup mafioz? ChatGPT. Gati me rroba banjo? ChatGPT-ja, të cilin e pyeta çdo thoshte Blerina në hapjen e emisionit. Ta dëgjojmë. U mendua për 7 sekonda. Dhe thot: "Po, Blerina mund të bëj bisedë live në këtë studio." Po. Ha. Dhe ti do thuash:
me buzëqeshje në Klapa. Patjetër. Mirëmbrëma, qytetit të çmendurve. Unë jam Blerina ose si i thon gjenerata jon, Bleri in the house. Po unë jam fiks. Nuk po vazhdoj më shumë se më vjen shumë për të qeshur. Gjenerata që thoshte Bleri in the house. Pri sa bukur ka thënë një gjë. Këtë gjë duhet ta kishe thënë ti Blerina, po ja ta tha ky para teje. Sot do zbulojmë se çka më shumë nevojë për falje. Shefi që na kap pingun, që na ka pinguar 50 herë apo WhatsAppi që na la sin për 3 ditë. Okej, mund ta kisha thënë. Po ja që ma kaloj. 7 sekonda ky, gjysmore unë dhe ti për ta menduar këtë gjë. Blerina, kthehemi tek lajmet reale të hallet e vërteta të Shqipërisë. Dhe jo halli i parkimeve, të cilat në të vërtet nuk janë aq shqetësuese, sepse po të ishin do të ishin adresuar. Ti ka krijuar kushtet jetore si europian. Ashtu dhe. Pra dil pa makinë. Unë ashtu sot erdha pa makinë. Ç'më duhet mua thash? Po, për gjithë njerëzit që dalin pa makinë, këshilla praktike do të esni në lan. Buzlanës. Jo, në lan brenda. Është vetëm vend ku mund të ruani, si mund të shpëtoni vdekjes. Çfarë kemi këtu? Po, për shembull një lajm që sigurisht nuk na thot njëri. Nga thatësira e verës që pritet, sipas observatorit evropian, Spanja, Kipër, Greqia dhe Shqipëria në rrezik të madh. Janë më të rrezikuarat nga thatësira. Do me thënë, do thahemi ne si njerëz? Do na thahen ujërat? Tani, ne shpirti na është tharë, dora na është tharë, çreku i mendjes na është tharë, nuk e di çfarë do na thajnë tjetër, nuk e di çfarë do na thajnë tjetër, por strategjia e qeverisë për të na zëvendësuar çunat me indian dhe bangladeshas, dhe gocat me filipinase më duket një strategji e mirë menduar. You wish, my dear. Ti thash, po vin këto filizat e njom, të cilët ti do doje që të na zvendësonin, por që ta dish ti Kolo, janë ndaluar 7 emigrant nga Etiopia. Sigurisht, mor ti, a je nga Bangladeshi? Jo, i ka ne. Jo. Filipina se jeti jo. Është më e bukur se kaq. Unë fillim u gëzova, sepse thoshte, lajmi fillon të kështu. Erdhën për punë në Shqipëri. Thash sa mirë, nuk jemi vetëm ne që eksportojmë të rinj drejt vendeve të tjera për një jetë më të mirë, paska nga ata që vinë kërkojnë një jetë më të mirë në Shqipëri. Mos vini nga për çfarë vinin për turizëm dentar? Ata vinin për të ikur. Okay. Do me thënë, ata kishin ardhur me dokumenta të rregullta për t'ja mbathur dhe i kishin kapur natën. Dhe besoj donin të iknin në një vend më të mirë, si Maqedonia e Veriut. Pra po na përdorin si trampolin për shkuar në Maqedoni. Exact. Apo në Maltëzi. Diku. Në një vend gjithmonë në Bosnjë ndoshta. Shik më mirë se këtu. Çfarë kemi tjetër? Sezoni i zjarreve në pyje, zjarret pyet ku ti bëhet vonë. Kush i ngre këto problematika, të lutem shumë. Organizojnë ndeshje, kemi një tip, është një 32 vjeçar nga Librazhdi. Ky është lajm për gjithë ata që mendojnë që Librazhdi është një shpikje, nuk është një vend i vërtet. Po, dhe besoj është ai i fundit i Librazhdit, e quajnë. Ka ngelja 4-5 më duket. Shto dhe qenin dhe macën e këtij bën 7, sepse ky organizonte ndeshje me fantazmat, me qenin dhe macës. Sa i mirë. Bënte baste. Sa i mirë. Ziu, do vinte baste. I fitonte të gjitha vetë, besoj se i vinte me veten. Pa ku di unë ç'bënte, more i mirë, domethënë, por e di që ka kapur policia sepse ky edhe i filmonte, pra vinte qenin dhe macën të zjeshin, i filmonte, i hidhte një rrjete sociale, bënte ku di unë. Dgjoj, pavarësisht figurave famkeqe që mund të ketë nxjerr Librazhdi, ose siç është ky qeni kjo macja. Këti emri që ka pak të vrazhd për shkak të asaj zhës. Po, RZD që bashkohen gjithë aty bashk. Natyra përkundër në atë zonë është shumë e bukur, Kolo. Të ikësh dhe nga ajo natyrë, domethënë. Por unë nuk e kam kuptuar pse kur ti kalon në zonën që quhen Librazhd, pse ka gjithmonë një film që po xhirohet dhe kanë casete, është një si qytet që duket aty. Ku kalon ta e ura, domethënë gjithmonë është i vërtetë. Po, është qyteti i vërtet. Nuk më merrte mendja. Mendoja që është një set, thash, ora ky seriali ku ta shohim? Qeveria. Jo, thua qeveria. 5 milion euro për të ndërtuar një hotel luksoz qensh. Kure? Po nuk do jetë vetëm hotel. Do jetë edhe një shkollë, e ku diun se çfarë domethënë. Janë dhënë ca para, ja 5 milion ku diun. Ku diun, zgjohet natën ky në Surrazht. Edhe në atë miksin që është këta banorët kujton akoma që quhet Surrel. Por jo, është Librazhd dhe Surrel. Nuk e di që në syrin tonë është bërë azht. Ndërkohë shohim që shqiptarët shqiptarët janë të çmendur pas makinave të luksit. Ka dalë një lajm.
madje në media dhe serioze madje, që Shqipëria pas ka ku diun, disa mira, ja ta gjej fikse sa ka 21.000. 814 makina luksoze. Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, për një vend që ka Surrelati, 14 grupe kriminale, më duket minimumi, domethënë. 14 ishin atëherë kur ishte ai ambasadori që na thoshte të vërtetën, për shembull, herë që se shpinte çaj mali për shembull, edhe i hapej goja atij lusë shkret. Unë aty kam ngjitur, ai ishte lajmi i fundit që ditani. 14 bjerë nga tash. Do i ndaj me qarqe apo jo? Do 12 organizohemi apo jo? Sa kushton një Maserati për shembull, një nga këto? Pas edhe sa kushton një grup mafios ta blejmë. Po ta kemi një për shtëpi. Nuk e di Blerina dhe nuk guxoj ta mendoj sepse lajmi tjetër i shoqërues i këtij ishte që Shqipëria ka 42% të njerëzve në varfëri. Po pyesja pikërisht sepse unë edhe një 18 vjet mbaroi kredinë në shtëpisë dhe mund të filloj të mendoj për ty të ky grupi. Pra te cili nga grupet do të hysh, te ky Maserati apo te ky bicikletës së çpuar. Çfarë kemi tjetër nga lajmet që më nxjerr Florenci, kolegu jon, VKM, që nga po pati VKM-n, jo nuk e lexoj. Po pati VKM. Po hiq VKM-n edhe lexoje. U kryqëzua, jo edhe një me Bilal, është një titull me Bilal. Bilali nuk pendohet, jo, nuk dua ta lexoj edhe këtë. Kombinat, po. Po filloi lajmi me kombinat, unë më njëherë krijoj një lloj simpatie. 28 vjeçari, nga dashuria, djeg kabinën elektrike të pallatit. Çiça. Pra, është një herës, është dhe krim pasioni, por dhe ekoterrorizëm. Është 28 vjeç. Pse pikërisht në kombinat? Pa aty aty jeton ajo. Pse pikërisht kabinën elektrike? Mos ka qenë foleja. Ndoshta ku konsumoi dashuria e tyre? Netve. Më fal se kuptova, dashuria nuk konsumohej, ky e përndiqte atë. Nuk kishin qenë dashuronte, ajo nuk dashuronte. Prandaj plasi zjarri aty. E ke parasysh kur thon do të fik llampën? Ai e bëri realitet. Po. Por policia nuk na tregon më shumë detaje, kur ne policia di shumë mirë që ne këtë duam ta dimë me detaje. Pra, ndërkohë që ky dyshohet se ka përndjekur një të re 24 vjeçare, tani pse duhet të jetë dhe e re dhe 24 vjeçare në këtë lajm, unë nuk e kuptoj. Pra, është o e re o 24 vjeçare. Pra ky e përndiqte dhe pastaj kështu i tërbulluar nga dashuria, ato flakët e veta ja hodhi i derdhi tek kabina elektrike. E kuptoj. Duke lënë gjithë pallatin pa drita. Ndoshta donte që pra ti impenjoheshin të gjithë? Jo, donte ta kmerrë dhe ajo të mos kishte ku të karikonte celularin, me të cilin nuk i kthente përgjigje përsekutimit të këtij. Kjo është dashuria e vërtetë drita. Moderne, dashuri moderne. Kemë një lajm kështu të vogël. Rritet anemia në popullat. Ç'popullat? Tani për kë po flasim për ata të 21.000. Etiopis ka vini ata. Etiopia po. Pra kush është popullata këtu? Këta 21.000 makina të shtrenjta. Ai i Kartolinës. Apo këta që vinin nga ne për të ikur diku tjetër nga Etiopia, apo Filipinazet që i shoh vërdall në rrugë, domethënë duke folur një shqipe që janë ata të 83 mandateve. Sa janë Shqipëria vërtet. Ikim me çik DJ Kedos, çfarë do na qerasësh? Besoj me një grup reklamesh. Po mas reklameve ama, do bëhet nami, do dëgjojmë këngën e vërtet të një këngë, domethënë do dëgjojmë origjinalin e një këngë të kënduar cover nga Metallicat. Versionin origjinal. 52 vjet më parë. 52 vjet më parë, atëherë kur për të bërë provimet e maturës përdorej besoj akoma pënda. Në mos pënda kalamari. Si quhet? Po, është edhe e di Blerina që tranzicioni shqiptar ndërmjet kallamarit dhe stirlapsit u quaj stilo kalem. Pra, domethënë nuk arritëm dot të ambientoheshim me të dyja, si më thon, teknologjitë të shkruarit. Stilo kalamar. Por sot shkruhet jo vetëm nuk shkruhet më as me stirlaps, as me stilograf, me çfarë shkruajmë sot, me gisht. Me gisht. Kemi mbërritur te gishti. Dhe pse po i themi të gjitha këto broçkulla? Për të hapur lojën, hapur dritaren, për tek provimet e maturës që janë nesër. Fillojnë nesër dhe kështu me këtë lloj entuziazmi që na e njeh tashmë dhe ChatGPT-ja, le t'ju urojmë të gjithë maturantëve dalshi faqe bardhë dhe të gjithë ju që e keni marrë tashmë tezën e provimit, jepeni edhe shokëve, mos u tregoni legena. Dhe bëni sikur nuk e dini. Ashtu dhe. E bën akoma provime maturë, Ke parë ti?
ne i ruajmë fasadat e shtetit. Pavarësisht se ç'mund mendohet këtu që s'ka meritokraci e ku diun ato gjërat e tjera. Po. Tani për te fasadave. Po. A nuk kemi të gjithë koshent që provimet e maturës nuk i duhen njeriu? Fare. Të paktën jo në një vend si Punaktit. Në Shqipëri jo njëherë. Ne do japim arsyet e vërteta pse provimet e maturës duhen zhdukur një herë për gjithmonë. Komplet. E para punës njëherë sepse çon në kolaps tregun farmaceutik me kërkesën e madhe të antidepresantëve. Me sa duket ka një lloj presioni që trashëgohet brez pas brezi, edhe kur nuk të plas fare për shkollën dhe e ke të ardhmen e sigurt, do ta vuash këtë ankthin e provimeve të maturës. Blerina, ç'kuptim ka të kemi provime mature? Kur aq të shokuar janë këta 18 vjeçarët, jo 18 vjeçarët, sa që shkojnë në provime dhe rrotullojnë vetëm 5-ën. Kështu kanë thënë. U kanë dhënë dhe lek, 150 euro do rrotullosh vetëm 5-ën, i thotë. Shiko pa. 150 euro. Ajo ishte për atë provimin para këtyre. Po këta kështu do vazhdojnë. Petalet. Po petalet kështu do vazhdojnë gjithë jetën, të rrotullojnë vetëm 5-ën. Nuk e heqim dot 5-ën nga mendja. Shiko, provimet nuk duhen më, sepse më shumë testojnë sa të fort e ke fshikzën e urinës, se sa njohurit akademike. Të rish 2 orë e gjysmë, domethënë pa shkuar në tualet. Pse Blerë, nuk të lënë të shkosh në tualet? Po tualetin të vite këtu lejo? Ashtu po. Po mirë më, që ka zgjedhur si punë. Provimet e matyrës. Provimet e matyrës nuk të duhen më sepse kemi spakun. Si lidhet spaku me? Do vi spaku, do thot, hajde ti këtu. Po. Ashtu. Do të caktoj spaku sa meriton secili. Të marrë. Vite. Po. Vite jetë. Tani është spaku ai që tregon kush je. Vite dritë. Po, ku duhet jetosh, në Durrës apo te Kodra e Diellit. Pra është spaku që i bën të gjitha. Dhe ndoshta me këtë rast mund të themi që këta që kalojnë provimet e spakut, pra kuptimi që nuk spaku i thot ti je i këtyre, dil këtej. Ti tjetri je për burg, dil këtej. Pra do quhen spakurant. Do janë krejtësisht pa nevojshëm, sepse maturantët, sikurse e thash në hyrje, hiqen të surprizuar kur marrin nota të mira, edhe pse kanë shpenzuar mijëra euro me tutor privat, me mësues privat, dhe kur tezat i kanë marrë në dorë. Pra, në dorë, në sqetull, dhe në shoqëname që punon Ministrinë e Arsimit. Si me thënë, është ajo gjë që thamë. A mund të shtoj edhe një argument tjetër pse nuk na duhen provimet e maturës? Po. Sepse është, unë mendoj që është një krim kundër drejtave të njerëzit, të mbash një të ri 3 orë larg Instagramit edhe TikTokut, të mbyllur. Kjo është shumë e vërtetë. Pra, ose ti lën celular të hapur, TikTokun e kemi hequr. Ose, pra, e më bëre një shaka, kështu kujton ti. Pra kjo është, pra ose ti lëm me TikTok dhe Instagram brenda në provim, ose do heqim provimet. Të dytën, votoj. Duhen hequr sepse kush kalon me sukses provimet e maturës është një hap më pranë shndërrimit në një zegjine, dhe unë mendoj që një ne na del dhe na mjafton. Po pra, nuk na duhen më zegjine të tjera, dhe mbi të gjitha, prap alternativa është kjo. Ose do bëjnë sikur mësojnë për provimet e maturës, ose do shijojnë jetën në plazha, në gjëra. Ne çfarë duam për fëmijët tanë? Të shijojnë jetën, të tonifikohen, se kanë verën para, apo të bëjnë sikur po mësojnë. Kam dhe një të fundit, janë komplet të panevojshme sepse harxojnë letër dhe boj printeri kot më kot, kur këtë letër dhe këtë boj mund ta përdorim gjerësisht në stampimin dhe printimin e pasaportës evropiane në 2030. E ke thënë shumë bukur. Dhe për ta mbyllur, arsyeja reale pse nuk duhen pse nuk duhen vijuar më këto provimet e maturës, është sepse asnjë prej atyre që harton tekstet nuk ka njohur një adoleshent të lindur nga 93 edhe këtej. Pra, fillimisht duhet i njohin këtë adoleshent, pastaj tu bëjnë test atyre. Dhe këtë e besoj me vërtet. E mbyllim me 10-ën e famshme. Çfarë do bëjmë Blerina tani? Kemi një vajzë. Besoj fuqimisht që do të dëgjojmë një këngë. Po kjo ishte vajzë dikurse, nuk është më vajzë. Tani është provimet e maturës. Me çfarë notash i ka marrë kjo? I ka dhënë 6 herë kjo. Ka çdo 20 vjet. Por u njoh njerëz në Tiranë të cilët e kanë ndjekur Ana Kalvin në përvrima skuta në përbot për t'i dëgjuar koncertet. Pa paktën njoh 2 fansa të Ana Kalvit në Tiranë, thash.
Mbase njëri nga ata mund të jetë duke na dëgjuar. Për atë dhe shokun e tij. First we kiss. Që po jepet për të gjithë ata që po thonë me këtë transoqeanikun. Legjenda pianistit mbi oqean nga Alessandro Barrico e lexova thjesht për kënaqësinë time, nuk besoj se e gjeni më në treg. Imagjino, dikur shitej 400 lekë në 2005 kur është botuar. Besoj që kanë ribotuar. Unë nuk besoj se kanë ribotuar, por shkoni te Zeniti, bëni grevë, urije dhe kërkoni një libër që ta ribotojnë, po ju mbajti me nderja. Që të bëj grevorie, se po këta nuk e din, për shembull, qeveria nuk e di për kë po bën grevën. Grevorie, bjeri qeni shqen, bëm. Dhe pastaj shkojmë dhe arrestojmë atipin në librazh. Se publikonte video të qenit dhe të macës që ziheshin. Ndërkohë që kur ky tipi shiste votën, nuk pati një policia të vërdallët i thoshte, "Ore, ç'është kjo shitje vote?" Më fal, neve jemi oner jo, akoma? oner jemi, thash se kisha kështu monolog të brendshëm që DJ, po unë të di që unë flas lar pa lar, që nuk do të thotë që të nësh oner. Fut një muzikë kur është kështu. Do fusim diçka? Muzicki? Një minutë. Duhet presim 1 minutë. Mirë. 1 minutë e konvertuar në 5 sekonda. Pra nuk kuptova, unë duhet vazhdoj monologun tim të brendshëm për qen, mace dhe zgjedhje, apo do kemi një muzikë për 5 sekonda? Kjo e dyta që the. Ashtu dhe Blerina. Na është rikthyer Vasco Rossi. Është rikthyer Vasco, si është rikthyer Vasco është për javë këtu mes nesh. Po, është rikthyer dhe kësaj jave. Me një këngë të super lashtë. Të luajmë sot në program, është një këngë e dalë javën e fundit ose 2 javët e fundit. Faleminderit që na mban të përditësuar me prurjet më të reja të kësaj muzike që besoj e dëgjon vetëm ti. Sepse unë jam në Europë, Blerina tani. Fal. Dhe kam vendosur që deri në 2300-ën shumë larg ke vajtur. Kur dhe shqiptarë të tjerë të vinë Europës, unë ta mbush këto 200 e ca vjet, ti mbush me muzikë, domethënë të re që vjen nga Europa. Ke ndonjë lajm të mirë? Kam shumë lajme të mira. E para. Tash lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë për të gjithë lopët që kalojnë autostradën. Ka nisur monitorimi me kamera inteligjente në autostrada, gjoba aplikohet automatikisht. Dhe falet në zgjedhjet e lopa nuk ka nevojë ti thot policit, po sigurisht ajo dihet. Po. Jo, nuk ka nevojë ti thot ti fusi lopa policit atë kovën e qumshtit poshtë, si më thën, poshtë mëngas ku ja fusin. Ore ku ja fusin atë 10.000 lekë policit ta që ja fusin. I futi 10.000 lekë, thotë, po si ku ja futi, po na mësoni edhe ne që s'dim. Në veshe? Po du ta bësh tub? Po. Je sigurt? Hol fare. Se po t'jetë policë me veshët me lesh dhe nuk penetron dot 50-ja. Nëse. Pra, kështu të pak të thot një portal shumë i rëndësishëm lajmesh, që nuk dua t'ja përmend emrin. Pra, gjoba do aplikon automatikisht dhe me këtë rast, si më thën, do t'jetë kamera inteligjente dhe lopa. Pa policë mes. Tani lopa është pajisur me flatra. Po si gjithë. Rina, kjo është lop me Ferrari. E qartë. Kuptohemi qartë. Dhe që shkel me 200 në orë atë kufirin e maksimal të xhiros në autostradë. Po, ti kishe diçka më të bukur se kjo? Po, jo, një lajm vërtet të mirë. Po. Për një lajm që do mushet arka shtetit me gjoba nga budallënt dhe do jenë gjithë votuesit e arshëm mas 4 viteve, ata që s'do paguajnë, nuk të duket lajm i mirë ky? Nuk e di. Në fakt mund ta atashoj me një tjetër lajm të njëjtit nivel. A do mbushësh? Po, e hoqa këtë të mirin e vërtet. Po mendohet Kolo që të rikthehen policët vullnetar. Domethënë, termi aktual do të jetë policë vullnetar. Por në të vërtetë do jenë paramilitar. Diçka kam ngjyer nga epoka e xhaxhit Enver edhe nga komunizmi, se ç'më drithëroi diçka. Shumë e vërtetë. Por a mund shkoj pak më tej në epokë? Shkoj tek epoka Duçes? Duçja kështu e bëri Itali fashiste. Me këto paramilitarët, me këmisha të zezë. Më thuaj si do i veshi? Nuk kemi mbritur akoma tek tenderi për uniformat, por ka disa kritere. Këmish Leilat. Ideja është që këta do jenë të certifikuar nga Akademia e Sigurisë, por kam përshtypjen që ne nuk do ta dim. Pra nuk do të jenë të veshur me ndonjë lloj uniforme. Si di, është i gjitha duke u atëherë kam një përgatitur. Është një absurditet i përmasa, ose është një gjë vulgare si çdo vulgaritet që hidhet tu për konsum,
ose është një plan i zi, po realisht i zi, për cilin duhet shqetësohemi. Unë vetëm për një gjë të mirë nuk mendoj sa herë dëgjoj risi nga kabineti. Po marr vulgaren. Çfarë ndodh? Nëse ti na qenë ke vullnetare e certifikuar, pa uniform polici, unë jam vullnetar i certifikuar pa uniform polici, dhe në një moment caktuar unë mendoj që ti ke shkel ligjin, ti mendon që unë kam shkel ligjin. Do merren me ne të dy. Dhe i hym njëri tjetrit në karate, më thika me ku diun çfarë armësh do na japin me vete. A thua do na japin kput, mos do na detyrojnë veshën kput me majuc, që ti dëgjojmë shkelm tjetrit. Dhe ja nguli majucin në. Jam shumë kurioze sepse besoj që ne nuk e kemi zhveshur kurr atë dëshirën për të spionuar tjetrin pas krave. Blerina, pse nuk e thua troç që është një formë për të certifikuar trupat paramilitare të patronazhistëve. Bravo qoftë. Ati që ka shpikur idenë. Pra është një lloj shpërblimi po. Sa minuta kemi DJ Ketos me lajm, themi në lajm vërtet mirë, se po themi lajme që duket si të mira, po s'janë. Un kam një të shpejtë të shkurtër. Kozeta Garret është vajza nga Saranda që drejton tashmë sigurinë kibernetike globale të Microsoftit. Pra, krah Mira Muratit, ne i kemi dhënë Evropës dhe njerëzimit, Eva Muratin dhe Kozeta Garret. Kozeta paska ikur nga Saranda, diku nga mosha, pra për shkollën e lartë, ka kryer studimet fillore dhe të mesme. Dhe vendoset mos themën në Shqipëri, dhe ky ishte momenti kur jeta saj ndryshoi për mirë. Eksakt. O sa bukur. Pra gjitha këto imagjino të kishte ngelur në breg të detit. Të gjitha këto që i veshëm si lajme të mira, pa qenë fare lajme të mira. Si thot DJ Kedosi, që do e dëgjojmë fjalën, pak reklama mbas të cilave do t'ju japim një këngë greke. Po një këngë greke që në fakt është një këngë italiane. Baciami ancora, po. Po, dhe tingëllon pa bukur edhe nga Panosi. Gjova Gjabis, se si kishte. Shumë e bukur, shumë e bukur. Pra, shef që edhe këngët greke të pëlqejnë, po kur janë këngë italiane, coverat këngëve italiane, e dia që do të pëlqejë Blerina. Fjalori. Kemi fjalori. Kam një fjalë që gjithmonë kam dyshuar mos është fjalë greke. Darov. Po e tham që nuk është. Nuk është, ë? Jo. Është sipas këtij fjalori është një fjalë që nuk përdoret më. Sepse është e vjetruar. Darova na qen ka një dhuratë që jepet dikujt, zakonisht nuses thot këtu, si përshqesh. Pra jepnin darova, solli darova. E daroviti. Po, madje pas kemi edhe një fjalë të urtë. Darov e armikut, o helmothik. Darove, pra o dhurata e armikut do ta zbulosh. Është o helmothik. Po. Si bën o hakte o handej. Por mos prit gjë tjetër. Pasa kemi edhe darovisht, që është një ndaj folje. Përdore, do mbas është përdorur ndonjëherë në bisedë. Pra është diçka falas si përshësh. Ja dha darovisht. Po erdhi drejtori dhe na shpërndau darovisht. Nuk ndodh. Mirë. Të ka ndodhur të ne herë? Jo. Po mund të ketë ndodhur dikur kur përdore kjo fjalë. Jo, desha thosha, nuk mund bëj komente për këtë. A mbase në natyrë. Sa herë me darovitur në natyrë edhe nuk e kemi quajtur darovit. Pikërisht. Darovit është folja pra ose darovis mund thuhet. Folja kalimtare kjo. Edhe sipas fjalorit të shqipes 80-s, çfarë viti është ky botim që kam unë, na qen që është një fjalë e vjetruar, i jep darov dikujt. Zakonisht nuses i bën një përshësh, daroviti nusen, daroviti dhëndrin. Po. Pësoria është darovitem. Pra kur vjen dhe të darovisin. Ashtu. Unë meqense s'kam qenë herë nuse, nuk e kam arritur të pësuar ndonjëherë darovitjen. Nuk kam gjendur në anën pësore të kësaj folje të darovitjes. Darovici është ai tipi që nuk më arriti të më darovit te kurr. Pra, siç e thotë këtu, në etnografi është ai që daroviste nusen, ai që jep të darov. Darovitje është veprimi sipas kuptimit të foljes darovitem. Po. Darovitja nusës së dhëndrit, dhe pastaj ndrojmë komplet temë, shkojmë te darwinistët. Të cilët dihet që nuk do darovisin kurrë. Dhe që vazhdojnë të ekzistojnë. Edhe unë jam një nga këta i sekti i darwinistëve, po. Me përndjekin. Këta të Jehovajt sidomos. Po. Më kanë në listë të zezë. Jo më pat Blerina, ata të Jehovajt kanë një gjë me këta të Darwinit. Ashtu ë? Po, jemi në luftë të hapur, bashkë po. Madje ata kanë bërë një alans me patronazhist dhe me përndjekin. Por le të kthehemi fjalorit. Disa profile. Darwinist. Darwinistët janë ndjekës dhe përkrahës të darwinizmit, ku darwinizmi është një teori shkencore. Po.
për zhvillimin historik të natyrës së gjallë dhe për ligjet e zhvillimit të saj, si dhe për origjinën e përsosjes së llojeve të ndryshme të organizmeve shtazor dhe bimor nëpërmjet seleksionit natyror. Po, që me ardhjen e teknologjisë besoj do vdesi si teori. Po, kur mos ketë më njerëz. Po. Kush ta Blerina? Është ne grada jon ChatGPT-ja është shqiptari, si më thonë, sipëror. Është qartë. Që është edhe mbi këtë, se ne mendojmë që është ky sipërori, më mirë nga ne. Ai është tani. Jo, është ChatGPT është mbi këtë. Ço thua? Po. E ti që ai? E di si flet? ChatGPT kam dëgjuar kështu që kur mbyll derën e zyrës ajo ty lart në bulevard, ChatGPT thotë hajde këtu ti hajde. Miq putët. Pastrojnë çik. E të bëj xixë. Edhe me këtë rasti bëjmë një reklam kompanisë bëj xixë. Që përdor ChatGPT-n për të pastruar Nëse rikthehemi në fjalë, Blerina, ke një mënyrë ti për të devijuar me ato pyetje pa. Të lutem mos bëjmë pyetje, jemi tek Helori. Po thoshim darwinizmi. Ikëm. A është dhe lëndë mësimore që jep njohurinë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë? Po, sigurisht. Jo, unë s'e mbaj mend si lëndë, po çfarë si ka. Pasi është në vitet 50, po vitet 50 nuk më kujtohet, po do jetë më herët para meje, në vitet 20. Kalojmë. Pra do ndrojmë kështu qendra të gratë të tjera. Dasaret. Në histori, dasaretët. Po, janë pjesëtar të njërit prej fisëve kryesore ilire, që jetonte në pjesën e juglindore të trojave të banuar sot nga shqiptarët. Fisi i dasaretëve, qytetet e dasaretëve. Dasaret është pra gjithçka në histori që ka të bëjë me dasaretët. Nga kur edhe dhe emri i përveçëm Dasara. Po, unë kam njohur një djalë, biri një historiani me emrin Dasaret. Nga do bëhet vallë tani? ChatGPT. Po, me njerë, sa po mbyllim emisionin. Pra, dasaret janë ata gjëra që përkasin dasaretëve, i dasaretëve, pra kam shembull këtu luftëtar dasaret, grua dasarete, dashnore dasarete, kultura dasarete. Pas kam pasur dhe ata kulturë? Po pse nga kujton se e morëm në genën e kulturën e dashnoreve. Qeveria dasaretëve ishte plot, ishte o qeveri dashnoresh, o qeveri ministrash me dashnore. Ktheu prapa aty. Kthehemi tek fjalor, të gjitha këto janë të fjalorit, okay. Nuk i flasun. Po un arrit lexoj me streshtave Blerina, nuk kam në këtë fjalor, po. Dasi, një fjalë që dua shumë. Dasia ka të bëjë me ndasin, në fakt janë e njëjta gjë. Po. Dasit është shumës, dasi krahinore, dasi fetare, mbillnin dasi. Në fakt mbjellin hashash, por nga hashashi vjen edhe dasia nganjëherë, por vjen edhe miqësia e mirë nganjëherë. Dasiku. Dasiku është një pjesë e vogël që ndahet nga një tër nga një copë e madhe. Është copë, ngastër. Hëngri 2 dasik. Besoj të picës. Ne picës nuk ka pas atëherë, po të byreku ndoshta. Të bukës ore. Piu 2 dasik verë. Dasiku i ujit, pra shpjesa e ujit që shkëputet nga vija e ujit dhe përdoret për të rritur një copë toke, pra ti bën dasik ujit. I merr një copë, shumë bukur. Dasëm, m'fal, që ne i themi dasëm, por në fakt shqipja ka dasmë. Por ne dasmë sikur s'na vjen dhe ja fuzim atën ku duam vetë. Dasmë bashkë është fakt. Dësmë. E dim çfarë është. Jo, Blerina, ti nuk e di çfarë është. Ata themon se ka 10 kuptime dasma këtu. I pari dhe i fundit. Jo, janë 2 kuptime, 3. Do i lexojmë gjitha. Dasmë. Fest, Blerina. Ashtu quajtur. Konsideroj fest dikur. Fest që bëhet me rastin e martesës, e shoqëruar me një ceremoni të gëzueshme, që është festa e martesës. Dita kur bëhet kjo fest. Dasmë socialiste, dasmë e madhe ose dasmë thjesht. Dita dasmës, zakonet e dasmës, këngë dasme, ftesë dasme. Jo, nuk fusim reklama mes dasmës. Do marr me dasmën i dashur DJ, pastaj reklama. Se më flet në vesh për publikun që thotë, "Ore, ky u çmem fare." Jo, DJ më flet në vesh, unë i kthej përgjigje. Si më thën publikisht. Ku e lash më me iku dasma? Fyll, jo prit. E lam zakonet e dasmës, këngë dasme, ftesë dasme, i zoti dasmës, në dasmë të djalit, vajzës, në dasmë të sapo martuarve, bëj dasëm, në shtator ka shumë dasma. Kur e ke dasmën? Shkoj në dasmë, ftoj për dasmë, të ngrënçin dasmën. Dasmë pa heng, këtu do shojmë të ahengu. Dasmë e argjend, këtu do shojmë të argjendi. I bën dasmën dikujt me ironi e vran. Është Blerina, këtë nuk e dieti. Vjen si në dasmë. Pra vjen i papërgatitur, pra shkon në punë i papërgatitur, i shkujdesur, pa mjetet dhe pajisjet e nevojshme, si shkojmë ne nëpër dasma. Zbë dasëm me një fyll. Shpresoj të mos jetë alegorike kjo. Po gjithsesi duhet ta shohim te fyelli, ma kujto kur shkojmë te fyelli. Dasëm pa mish nuk ka, ose nuk bëhet.
që do thot luftë pa fitore dhe pa gjak nuk ka. S'ka dasëm çdo ditë, që do thot s'ka për herë të mira dhe gëzime. S'prishet dasma për një qep, sepse dikur kuptoj këtu unë që nga prishur dhe për një qep, pra nuk do të prishur një punë e madhe për diçka të vogël, e të parancishme. Nuk shkohet me 3 rupi në dasëm. 3 rupia do e shohim këtu. La dasmën e shkoj për shkarpa, tek shkarpa më kujton një çik. La të vdekurin e shkon në dasmë. Dgjoj, mund të lexoj. Mund të lexoj një koment të një komentuesi mbi dasmën që tha sot lexova. Sa i shpejt pas ka qenë kur. Sot pash dasmën time, por së prapthi. E shtypi makina dhe erdhën gjithë. Dhe ishte shumë bukur të shihja teksa dorëzoja gruan time tek Iati, hiqa unazën dhe dilja nga kisha në stilin e Moonwalk të Michael Jackson. Sa bukur. Kaq kisha. Dasmoj, Blerina është folja dhe dasmori është ai që fliu i dasmës. Dasmore, paska shumë, do vazhdojmë herën tjetër. Po. Ikim me diçka me reklama ndoshta, deri kthehemi muzikë. Mirë që luajmë jazz në radio. Siç thoshte edhe Bariko, kur nuk e di se çfarë muzike është jazz. Po pra. Po kjo Kamila as nëndër nuk e ka parë që do luajë në një radio shqiptare si në radio pa ne. Po ne jemi këtu për t'i plotësuar ëndrat të huajve. Kolo, se desha të thesh një gjëra të rëndësishme besoj. Po e harova. Mirë, them diçka të rëndësishme sa të kujtohesh ti për gjëra të rëndësishme. Po. Po. Është të bën jazzi ta. Pra, sipas një studimi, nëse gratë kanë marrëdhënie të shpeshta seksuale, do të kenë një memorie shumë të mirë. Ua, kjo shpjegon pse shumë gra në jetën time pra, janë në amnezi të hershme. Burra, nëse nuk doni që gruaja juaj të mbaj mend atë sherrin që keni bërë në 2003-shin, ditën e premte në orën 7:15. Do të toleroni 10 deri në 15 të dashur. Nuk duhet ta ushtroni. Sa më shumë, aq më e fort kujtesa. Po pra. Pra duhet ta pengoni thua ti. Po. Ja, shef, unë s'maj mend atë që thua. Keq është puna. Bria, nuk di si ta përdor këtë informacion që apo. A më na thuash diçka utilitare, të lutem shumë? Po pra. Që të dim ta përdorim. Varet çfarë është qëllimi juaj final me bashkëshorten, partneren, qëllimi final i çdo njeriu me partner, qëllimi final i çdo njeriu me partneren është të ndahet. Tani, si na ndihmon informacioni jot? Të ndahet, atëherë jepi. Të bëj të njëjtat gabime edhe një herë e para. Jepini. Unë po të them që diçka shumë praktike. Meshkujt dhe femrat i përjetojnë këto po themi tundimet romantike në forma ndryshme. Po, kam dëgjuar. Në momentin që një femër ndihet e romanticizuar. Po. Ti kur shon shefandej, diçka po ndodh andej pas shpinës time. Kanë ardhur ca rusë dhe kërkojnë Shrekun. Konkurs Shreku, duan ta arrestojnë, ta çojnë në Rusi. Ta kidnapojnë po thonë kosovarët. Po thosha për gratë, për Blerina po pyese për ata që dëgjojnë radio dhe nuk e shohin YouTube, po pyese për mua që shoh atan derës së studios që Blerina ka me shpinë. Dhe unë i kthea përgjigjen e Shrekut. Dhe kthehemi në temë, po. Tendenca e vajzave grave për të kur ndjen si më thënë që janë afër një romance, normal që shkojnë në pazar, po tendenca aty është për të blerë gjëra utilitare të tipit gjëra që u duhen për shtëpi. Jo. Po brisit ne dim gjithë që gati marrin borxh dhe nuk i blejnë. Ose i vjedhin. Po çfarë për shembull? Blejnë ata themun se çfarë bëjnë për shembull. Blejnë gjëra për shtëpi. Shi. Po për mobilimin e shtëpisë e të tjera të tjera. Po, frymzohen për një të ardhme të përbashkët. Ndoshta. Pikërisht. Ndërkohë që burrat kur ndjen kështu sikur janë afër romancës, tërbohen. Bëjnë eksperimente me blerjet. Për shembull njëri që nuk e di ku është teatri, se normal e shëmbën. Do të shkojnë teatr. Shi sa i lezetshëm. Ose njëri për shembull që shumë kurrë thot, të darkojmë jashtë, paguaj unë. Komplet budallënj. Dhe ja si prishen lekët domethënë dhe shkojnë në shtëpi dhe thot gruaja ti, ku i ke lekët? Tani isha në teatr me një shok. Më lejohet të bëj një pyetje? Të lejohet të bësh shumë pyetje, por se di e kam përgjigjet e pyetjeve. Tani, si ka mundësi që pavarësisht mënyrave të ndryshme të përjetimit të romancës, prap gjithë martohen me njëri tjetrin. Jo, të dy shkojnë për të shpenzuar para. Pra, nuk është që ai për shembull nis një aktivitet vrap nga liçeni, nëse ka një liçen pranë. Ta them unë Blerina,
sepse ligjet e ekonomisë janë këto. Kur ti je optimist, pra sepse romanca të jep një lloj optimizmi, njeriu ka tendencën të shpenzojë. Dhe prandaj tregjet bien dhe ngrihen, ky stoku, që thuhet stock market, bie dhe ngrihet në varësi të emocioneve të njerëzve, të investitorëve. Pra kur gjithë janë në depresion se çdo Trumpi bie tregu. Tani e kuptoj edhe pse ka muzikë allegro përgjithsisht në për këto dyqanet, në përgjithësi në çdo dyqan. Ke qenë shpesh? Në çdo dyqan ka, nuk e ke vënë re? Ka një muzikë që të motivon që ti. Unë hyj gjithmonë me kufjen vesh dhe dëgjoj muzikën time. A do një studim tjetër Blerina? Jepi. Kam, kemi disa lajme të tjera që s'kan lidhje me studimet, për shembull fakti që holandezët akuzojnë belgët se kanë vjedhur erën, por le të rrim te studimet. Po lexoj këtu që sipas studimit më të fundit, njerëzit në përgjithësi parapëlqejnë fytyra femërore. Ndaj atyre mashkullore? Jo, edhe tek meshkujt. Pra, tendenca është kjo që ti të parapëlqesh një mashkull që ngjan si femër, ose një femër që ngjan si femër. Më duket më rradh mundësia që të pëlqesh një femër që ngjan si mashkull. Ç'mendim ke ti? Kjo është tendencë e kohëve të fundit? Kjo është një tendencë, është publikuar nuk do ta kisha thënë. Në një revistë që quhet Psypost online. Dhe jo, unë nuk do ta kisha thënë këtë gjë, sidomos për gratë, femrat, që mund të përzgjedhin portrete burrash me tipare femërore. Tani Blerina, unë mund të lexoj edhe ku është bërë ky studimi dhe nga na vjen ky studimi, por ti je i sigurt që s'ka problem. Është bërë në Perëndim. Do filloj të vërej bashkëshortët dhe bashkëshortet e miqve dhe kolegëve të mi. Atëherë, është bërë në Britani, dhe në disa vende të tjera të Europës Perëndimore, por për t'i dhënë një çik kështu, si më thënë, një lloj lezet, një lloj aromë aziatike, ka shkuar dhe në Japoni. Qartë. Tani, nëse unë do të ofroja të marrësh pjesë përgjigjja ime është jo, unë nuk marr kur pjesë. Për të mirën e njerëzimit. Dëfish jo. Unë lë emisionin, nëse vazhdon këtë ofertë të participoj, unë lë emisionin. Kemi 10.000 vende të lira për vullnetar, jo për polic, por për vullnetar që do të nështrojë një studimin që do të zgjas 4 vite. Duhet jenë nga mosha 50 deri në 75 vjeç, jo në Shqipëri. Por detyra e tyre do të jetë që të pinë çdo ditë nga një gotë verë për 4 vite. Dhe ti vëm pikën këtij muhabetit që një gotë verë në ditë të bën mirë apo të bën keq. Pra do presim 4 vjet derisa ta bëjmë këtë eksperiment. Dhe do presim fillim të mblidhen 10.000 vullnetar. Po ne që jemi mbi 75 vjeç, a na pranon njëri në këtë eksperiment? Halli im, në fakt, kur lexova këtë ishte që po sikur të dali që të bën keq dhe këta 10.000 veta për 4 vjet kanë pirë për ditë. Inshallah vjetonja 2-3 mijë nga këta. Për 4 vjet. Blerina, po sikur ne të marrin, pyetje tjetër. A pranohen çfarë lloj vere është një? Është Romane Konti? Se kemi një këtu, është një vullnetar gati. Nuk e di. Po tjetër ma verë 30.000 euro sipër. Bien keq. Na shkruani në redaksi. Do të ikim, po patjetër do të ikim nga kjo studio me reklama për të rikthyer dhe për të bërë, si më thon ato, imputhje të fundit. Për të bërë jo duvat, si kishim asfjalë darovitje të fundit, po. Inteligenca artificiale nuk të fal. Na ka hyrë në studio. Po, na ka hyrë 2 madje. Bëllësia çfarë lavdërimi. Është ndar më dysh. Mirë se erdhat, mirë mbrëma. Përshëndetje Kolo dhe Blerina. Përshëndetje kemi gocë, është artificiale po jo robotike. Unë jam jo, u prish roboti. Kam një pyetje. Unë jam Erma dhe Davidi. Godit. Kur do flitni ju në programin tuaj, unë e ndjek gjithmonë. Wow. Por s'po ma bëni kurrë qefin. Dhe si të dukemi ne që po na ndjek gjithmonë? Për Rule Music. Për Rule Music. Për Rule Music mund të na ndjekësh më tepër në The Top List për orës 10 deri në orën 13 çdo të shtonë në Top Albania Radio. Pangece. A mund të dëgjoj për këtë grup që mezi po e pres informacionin në Lancho? Po mund të dëgjosh patjetër, Rule mund t'i kemi së shpejti të ftuar në Lancho. Pra po më përcjell siç përcjellin gjithë njerëzit. Ndaj qëndron në frekuencën e Top Albania Radios. Kur do dikush me të përcjell thotë, do takoj, po, e lëm në ditë, Dhe i kanë panë asnjë ditë. E kam seriozisht. Lutem shumë publikisht me premtoj një datë. Të premtoj një datë. Tani varet kur do jenë ata, okay, por javës tjetër. Pse mund të bëjnë dhe me nder port? Vetë mos a vi? Kolo, është ora
Hapur i ke mikrofonat? 19:50. Tani ekziston, Po ne është po bëjmë një bisedë proces. thjesht dashur DJ, ç'është kjo mikrofon hapur kështu? Edhe mos flisni ashtu tash, jemi online. Tani ti duhet ta kesh me kronometër kur çaj kolën mbylle. Po duhet ta mendosh ti, duhet ta gjesh Ama do përpara më ti. gjobis vetëm mua, po më kapën. David dhe Erma, meqense nuk do kemi Rule rule që nuk e di ku e gjetet cili chat GPT ta rrëfeu. Ka një kështu pasion të fshehur për Gjergj Kaçinarin, prandaj Të fshehur. Nuk kam problem. Unë e dëshiroj Gjergj Kaçinarin. bravo. Bravo, na pëlqen. Meqense nuk do keni the rule sonte, çfarë do keni? Do kemi shumë tematika, do flasim për rikthime, do flasim për ndarje nga jeta, do flasim për suksese dhe për shumë gjëra të tjera që ne po i lëmë enigme. Edhe do t'i sjellim me pak ngacmim, me pak Kush është gazet, rikthyer? me pak mister. Kush Kemi vdiq? Ai prifti në korç. Se kush është rikthyer, se kujt i ka vdekur një familjar, ju duhet të na ndiqni në lanço që ta kuptoni, nuk do ta E zbulojmë pra, akoma. sidomos një arti që the që je fan si i zjarrt, mos dil huq tani. Unë do t'ju ndjek patjetër. Ashtu pra. dhe. Por do më premtoni një gjë. Do ta ringjallni. Të flisni, nëse flisni për njerëz që kanë ikur nga kjo botë, të flisni edhe për priftin që në Korçë ra nga çatia e kishës dhe vdiq. A këndonte se po të këndoj do e themi. Sa do ta Nuk e thosh? kuptoj pse i bën të gjithë për të qeshur ky lajm. Ky është një lajm shumë tragjik për Jo, nuk është për edhe të unë qeshur, gjë pa është që mendova që ndoshta ka qenë duke kënduar. është mënyra Po si çka po këngë po trajtohet që këndonte? të bën pak për të Haleluja. qeshur. Po, diçka për të ndjer më pranë parajsës. Duket ky ka qenë figurant te konklavi, Po, aty te Prandaj në Vatikan. ka- te Këto xhelimet. biseda do i bëni kur ne të kemi ikur nga kjo studio. Blerina, a largohemi dhe ale Rinis. Ikim me nder përpara se DJ Kedos na i uli mikrofonat fare. Ne do të rikthehemi unë dhe Kolo, domethënë të hënën që vjen sot nuk është e hënë. Dhe kjo kënga që do dëgjoni ka vetëm 3 ditë që ka dalë. Ah, shiqyr. Po. Mirë Death që e Pill solle. Phone Call.